Një hark, një shigjet dhe një objektiv që kërkon shumë durim, përqëndrim dhe pasion. Ky është sporti I qitjes me hark, me të cilin do të njihemi më shumë sot përmes bisedimeve me presidentin e Federatës së Harkut në Shqipëri, por dhe shumë sportistë të tjerë që kanë dalë kampion në Olimpiada. Me një prej tyre janë tani Aksa Balliu. Përshëndetje. Do më thuash pak sa vjeç je, kampione, ke dalë në Olimpiadën që është zhvilluar në Shqipëri për qitjen me hark apo jo? 18 vjeç jam, I kam mbushur domethënë. Mora pjesë në kategorinë seniors, në disiplinën recurve, ku fitova vendin e parë. Dhe isha shumë e lumtur, domethënë shumë krenare, madje mu desh tek 5 vite gati që jam përgatitur. Kam marrë po ashtu pjesë dhe në olimpiada tjera, midis shkollave, harqeve, domethënë këtu edhe në Elbasan. Pra 18 vjeça u shpalle kampione. Po e ke nisur sportin e qitjes me hark në çfarë moshe më the? Në moshën 15 vjeç. 15 vjeça. Pra diku te 3 vite përgatitje për t'u bërë kampione. Cilat kanë qenë vështirësitë tua të para? Vështirësitë e mia të para kanë qenë me shënjestrimin. Nuk e shënjestroja dot shigjetën, domethënë ta godisja vjetën, atë që kam pasur qëllim, por me kalimin e kohës edhe presori që më ka trajnuar, kam arritur domethënë qëllimin që kam dashur. Po si e ke nisur të bësh pjesë e këtij sporti? Si lindi dashuria për të? Në fillim më tha mami, më pyeti nëse doja të hyja në kursin e harkut. Edhe thash në rregull, po e provoj, edhe që nga atë ditë domethënë mora pjesë edhe filloi të më pëlqente gradualisht. Edhe pra je para e familjes që merresh me qitjen me hark? Nuk ke ndonjë familjar tjetër? Jo. Domethënë unë dhe motra ime. Edhe motra jote sa vjeç është? Motra ime është për momentin 15 vjeç. Është më e vogël, ajo ka parë nga ti dhe e ka pëlqyer. Po I pëlqeu edhe do marr dhe unë pjesë pa. Më the që ke pasur vështirësi derisa kape objektivin e pikës 10. Cili ka qenë emocioni që ke përjetuar kur arrite qëllimin? U gëzova shumë, isha shumë krenare, domethënë se kisha javë, le të them muaj që stërvitesha derisa ja arrita. Çfarë kërkon sporti I qitjes me hark? Si përgatitje që të shpallesh kampione si ti? Kërkon shumë përqendrim dhe shumë trajnim, domethënë duhet t'i rish mrapa, po e le, të len, domethënë. Duhet stërvitesh sa më shumë që t'ja arrish qëllimit. Pra ti ke diku te 3 vite që përgatitesh, sa orë në ditë? Diku te 2 orë, pa. 2 orë, 3 orë, pa. Pasi e kape objektivin e pikës 10 në fillim, e ke kapur shumë herë më pas, apo është e vështirë? Po, e kam kapur. Masi e kapa, domethënë jam mora dorën e kapa. Po ka pasur dhe raste që jam shpërqendruar, edhe më ka ikur, domethënë kam kap një pikë më pak. Si ka qenë emocionet e pjesëmarrjes në Olimpiada? Emocione kam pas shumë, madje kam pasur aq shumë emocione sa që ndonjëherë edhe mjikte, domethënë nuk kapja pikën që dëshiroja. Po kur kapja, domethënë ato që pikën që dëshiroja, gëzohesha sigurisht. Cilat janë objektivat e tua për të ardhmen? Si e shikon të ardhmen tënde në sportin e qitjes me hark? Shpresoj që të marr pjesë në olimpiada të tjera, edhe në olimpiada ndërkombëtare, po ashtu dhe kombëtare, sepse të zhvillojnë më shumë. Cila ka qenë mbështetja jote më e madhe? Më the që mami të ka bërë të jesh pjesë e këtij sporti. Po më pas? Mami, pastaj bapi, pastaj persori që na ka ndëitur afër, na ka motivuar. Shumë faleminderit edhe personit. Si e shikon të ardhmen tënde? Të ardhmen time, se di, mendoj se do bëhem një sportiste shumë e mirë në këtë sport. Cila është ëndra jote më e madhe në këtë sport? Të arrish ku? Kampione bote, besoj. Shpresoj, po mendoj se ka vetë më mirë se unë jashtë. Me shumë punë, besoj se mund të arrish. Tani unë jam shumë kurioze të mësoj se si mund të gjuar shigjetën me hark. Do të mësosh? Po, direkt. Nga ja nisim? Si fillim do relaksohemi, këmbët duhet I bajmë paralelisht. Do drejtohemi nga drejtimi I tabelës, do marrim shigjetën. Kjo e verdha, ngjyra verdh duhet të jetë nga ana tjetër, nga e majta. Nga e majta? Po. Dhe vendosim shigjetën këtu. Dhe vendosim këtu. Shikoj. Duhet të jetë shigjeta, duhet të jetë drejt. Tashi do e tërheqim. Këtu. Duke ngritur, do e tërheqim shigjetën deri poshtë syrit. Ke syri do e shënjestrojmë. Okej. Edhe
Bravo. E gjuan. Tani do mësoj dhe unë. Në rregull. Të shikojmë se sa do arri. Me tentativën e parë, se nuk e kam provuar asnjëherë më parë. Atëherë, kishim njëherë pozicionimin, këmbët paralel, Pa. trupin më the i Relaksuar. relaksuar. Okej. Tani këtë kam përshtypjen do kem pak vështirësi këtu. Nga ana tjetër. Shive ngjyra Kështu? duhet jetë nga ana majt. Kjo? Pa. Okej. Vendosim. Jo. Ngjyra nga ana majt. Këtu. Pa. Më ndihmo pak. E kam okej? Këtu, për ta vënë ti kjo ngjyra që të pofitët, sepse na ikën. Tash. Tani e kemi vendosur shigjet. Tash me 3 gishta këtu, vini 3 gishta këtu, këto të 3. Këta. Pa. Okej. Edhe- Po mbajtjen këtu e kam okej? Vini dorën pak më poshtë. Pak më poshtë këtu, këtu. Tash ngrije, duke kur ta ngresh do e tërheqësh. Hiqi tek Deri gishtin, te hiqi gishtin, këtë do ta heq fara. Jam okej? Okej. Tërhiq edhe pak? Okej? Pa. Është një strove? Po. Ngjuje. Ta gjashtë. Dështim. Hera e parë. E po kërkon shumë përqendrim dhe emocionohesh shumë në atë moment. Emocionohesh. Ma merr mendja emocionet e tua në Olimpiadë duhet të jenë shumë të mëdha. Po janë shumë vaja, domethënë, siç e thash që ndonjëherë qellon edhe e humb. Bie dhe shigjeta për shembull ose tikën drejtim ndryshe. Sa herë shanse keni për të qelluar? Atëherë kemi 10 gjuajtje. Ja, 9 gjuajtje, secila nga 3. Nga 3? Nga 3 dhe gjuajmë 3 shigjeta për 3 gjujtje. Dhe në fund blidhen pikët dhe shpallet fituesi. Aksa, unë të falenderoj shumë dhe të uroj shumë suksese në vijim. Shumë faleminderit, mirëpafshim. Jam tani me një tjetër kampion të sportit të qitjes me ark, me Mateo Hasallon, 15 vjeç nga Elbasani. Mateo, ke fituar në Olimpiadat, në kampionatet që zhvillohen ndërmjet shkollave, apo jo? Po. Çfarë vendi ke fituar? Kam fituar vendin e parë te kampionati midis shkollave, që janë disa shkolla, që një olimpiadë e zhvilluar midis të gjitha shkollave të Elbasanit gati. Edhe fitova vendin e parë. Ti je tani 15 vjeç. Po. Kur e ke nisur? E kam nisur që në Sporti. klasë të 6, ma ka promovuar profesori, edhe thash ta provoj një herë. Profesori thoshte që është një sport shumë i bukur, do të interesoj edhe më pëlqevi. Pra, profesori ka qenë i pari që të ka frymëzuar Po. dhe të ka shtyrë drejt sportit qitjes me hark. Po familjarët çfarë kanë menduar? Familjarët kanë menduar që provoje, Ja. pse mos ta provosh, ja vlen ta provosh, ta kesh diçka tjetër që ta dish. Edhe më pëlqevi dhe mua dhe familjarëve i pëlqeu si sport, kështu që e vazhdova. Tani sa vite u bën që ti merret me këtë sport? 4 vite. 4 vite. Si ka ndryshuar jeta jote, përditshmëria jote? Ndoshta stërvitjet? Tani kam provuar të stërvitem sa më shumë, që të fitoj sa më shumë. Kam bërë më të mirën time. Çfarë përgatitjesh kërkon ky sport Ky sport do shumë përqendrim, për kushtim. për kushtim? Ka ndonjë regjim që duhet të ndjekësh, ndoshta si sportet e tjera? E mira është që mos ta harrosh si sport, për ta praktikosh. praktikosh çdo ditë, Sa më shpesh? sa më shpesh. Si e ndjerë kur ke arritur objektivin më të madh? Ndjeva shumë i lumtur sepse po prisja që të fitoja diçka Pas sa nga ky sport. tentativave ke arritur? Pas ku 2 tentativave. Ke arritur pikën 10. Pa. Cilat janë synimet e tua për të ardhmen? Mendoj se do ta vazhdoj si sport, më pëlqen shumë dhe besoj se do mund të fitoj më shumë. Ka bashkëmoshatarë të tjerë të tut që janë të interesuar në këtë sport? Po, ka, po jo aq shumë sa mendova se do kishte. Pse mendon se është kështu? Ndoshta nga që nuk është aq i zhvilluar në Shqipëri në përgjithësi. Edhe ndërkombëtarisht nuk është aq i zhvilluar si sport, edhe ndoshta thjesht e mendojnë si nuk më pëlqen, përderisa nuk zhvillohet, nuk është i bukur. Si ndihesh si kampion i këtij sporti që nuk është shumë i zhvilluar në Shqipëri? Ndihem shumë i krenar për veten. Ndihem shumë i lumtur që e vazhdova si sport sepse më pëlqen shumë. Cila është ëndra jote më e madhe? Ku e shikon veten në të ardhmen në këtë sport? Besoj se do e vazhdoj shumë si sport, nuk mund të them diçka paraprakisht, po mendoj se do ta vazhdoj. Do mund të fitoj me disa. përgatitjet edhe me fitoret e tjera. Po. Unë të uroj shumë suksese dhe tani do të provojmë edhe ty të bësh një qitje me hark.
Mateo, shoqja jote po më tregonte teknikën e përdorimit të gjuajtjes së shigjetës. A është e njëjta teknika apo? Po e njëjta teknikë është, por vetëm varet nga çfarë syri e shef, qyshe gjithë përqendrimi varet nga personi. Po. Vendosëm shigjetën, tani është tërheqja. Tani tërheqim me 3 gishta. Shënjestrojmë. U njohëm me sportistët e rinj, me kampionët e Shqipërisë, por tani do të mësojmë më shumë për sportin e qitjes me hark nëpërmjet bisedës me presidentin e Federatës Shqiptare të Arkut, Bruno Leka. Bruno, përshëndetje. Çfarë e bën kaq të veçantë këtë sport? Sporti i harkut është një sport i veçantë krahasim me sportet e tjera, se faktikisht është një sport që është edhe i ri në vendin tonë, dhe shumë njerëz nuk e dinë se çfarë të mira sjell ky sport i harkut. Sporti i harkut sjell tek fëmijët përqendrimin, disiplinën, gjithashtu sjell është një sport që sjell saktësinë. Është një sport që të do përqendrim dhe do saktësi, se ne duam të arrijmë 10-ën. Nëse ne arrijmë të marrim 10-ën, që të kërkon shumë punë për të arritur atë, dhe edhe fëmijët e të rriturit fokusohen tek objektivet vetë që kanë në jetë, të marrin, të arrijnë qëllimin që kanë. Qëllimi jonë i sportit tonë është 10-a, dalin sa më mirë, dhe këto transmetohen edhe tek të rit që të jenë sa më të fokusuar, të përqendruar tek jeta. Gjithashtu ky sport të ndihmon për të arritur më shumë objektive që ne duam në jetë. Një sport i ri në Shqipëri, prej sa kohë zhvillohet këtu? Faktikisht sporti i harkut ka disa vite që zhvillohet, por ka marrë një hovë të madh të vitet e fundit, të 3 vitet e fundit, që është zhvilluar gara, kampionate të ndryshme si midis qyteteve dhe shkollave të qyteteve. Presim një zhvillim më të madh, por është një fillim i mbar, se ka zhvilluar garat e kombëtare si kampionati kombëtar, ka zhvilluar Kupa e Shqipërisë, ka zhvilluar kampionate midis fëmijëve. Them që është një hap i mbar për të filluar sportin e harkut. Këto janë garat që na mundsojnë për ta zhvilluar, por ne duam dhe gara ndërkombëtare për ta zhvilluar dhe për të përfaqësuar Shqipërinë ndërkombëtarisht në vendet jashtë Shqipërisë. Pra deri tani garat kanë qenë lokale, kombëtare. Si funksionon një garë e qitjes me hark? Faktikisht, kur është një kampionat kombëtar, mblidhen gjithë skuadrat e Shqipërisë që marrin pjesë nga Durrësi, nga Tirana, nga Elbasani, nga Korça. Gjithashtu kemi edhe nga Veriut që po na bashkohen, nga Puka dhe nga Shkodra, sportistë të ndryshëm. Bëhet një organizim kombëtar ku vijnë gjithë skuadrat e gjithë qyteteve dhe përfaqësohen me disa sportistë të tyre, gjithashtu përfaqësohen sipas divizioneve të harkut që kanë. Disa sportistë vijnë me harkun recurve, hark olimpik, disa vijnë me harkun barbell, disa të tjerë vijnë me hark compound. Pra janë disa lloje harkesh. Po. Ky që kemi sot është? Ky është harku i zhveshur, ose më i thjeshtë që çdo dhe moshe, çdo dhe kategorie e mëson dhe është marrëgëtuese dhe më fan për të gjuajtur. Me që jemi tek moshat, që në cilën mosh mund ta nis një fëmijë këtë sport? Që nga klasa e parë. Që nga klasa e parë. Që nga klasa e parë dhe s'ka mosh, deri në moshë të madhe, deri sa plagësh, ke fuqi të bësh. Ky është një sport që nuk të kërkon shumë aktivitet fizik për të zhvilluar. Jo, do të ishte pyetja ime e radhës. Krahas përqendrimit, kontrollit të emocioneve dhe durimit, sa i rëndësishëm është formimi fizik i sportistëve? Faktikisht, çdo sporti sa më shumë fizikisht ti jesh i zhvilluar, aq më mirë është, se aq më shpejt arrin objektivin tënd për atë qëllim që ke. Por sporti i harkut gjithashtu kërkon një fizik për të arritur qëllim më shpejt tek ai objektiv, por me stërvitjen gjithmonë duhet bësh stërvitje për të arritur atë qëllimin më shpejt. Nëse ne nuk stërvitemi, nuk arrijmë atë ku duhemi. Por çdo dhe moshe mund të marrë pjesë në këtë sport. Si nga mosha 80 vjeç deri në 90 vjeç, deri në klasën e parë mund të marrë pjesë në këtë sport. Nuk është thënë dhe persona me aftësi të kufizuara, mund të marrin pjesë persona që janë me karrocë, persona të tjerë, mund të marrin çdo dhe kategorie, se nuk kërkon ndonjë aftësi të madhe që si sportet e tjera. Por ky sport të ndihmon tek përqendrimi, ti jesh i duruar, ti jesh i saktë,
Këto janë vlera që ky sport të jep të ndihmon. Çdo moshë mund marrë pjesë në thatë. Cilat janë moshat më të interesuara në Shqipëri? Që janë pjesë e federatës ndoshta ose që thjesht e praktikojnë? Në federatë janë gjithë moshët që marrin pjesë. Tani po na bashkohen faktikisht në moshë të mëdha, se kemi pasur në aktivitetet tona. Mund të zhvillojmë një aktivitet për të rriturit me disë moshat të mëdha, është një diçka risi e re për ta zhvilluar. Cila është mosha më e vogël dhe ajo më e madhe që merr pjesë? Ndoshta është pjesë e federatës ose thjesht e praktikon sportin e qitjes në har? Mosha 7 vjeç mund të fillojë të marrë pjesë, është adapte për të filluar sportin e harkut. Se mund të mbaj harkun, mund të rreqë pijen, mund të përqendrohet, duke filluar me një moshë të vogël dhe ne ndihmojmë fëmijët për të arritur në drejtimin që ne duam për mësimet më shumë, për të përqendruar, i duruar këto mësimet, për fëmijët që për shembull janë aktivë, që ndihmon të jenë të përqendruar dhe duruar për veprimet që do bëjnë në mësime. Cilat janë kriteret e para që ju dalloni tek një talent i ri? Faktikisht kam punuar me moshët e reja edhe karakteristike që unë veri tek të rit është që disa fëmijë që janë të përqendruar kanë më të lehtë për ta praktikuar këtë sport. Ndërsa fëmijët e tjerë që janë pak më të lëvizshëm të themi, kanë më pak të vështirë, por gjithsesi ato e thithën më shumë këtë sport se e ndihmon te pjesa e përqendrimit. Keni pasur ndonjë rast që ju ka çuditur që dikush pa eksperiencë në qitjen me hark e ka provuar dhe ka arritur rezultat maksimal që në fillim, që me tentativën e parë? Mund themi tek fëmijët që unë e kam pasur të vështirë të punoja, faktikisht janë te klasat e para, për shembull, tek moshat më të reja, por them që ato e kanë fituar më shpejt këtë pjesën e harkut se ke moshë të mëdha dhe kanë qenë më shumë të interesuar për këtë pjesën për ta zhvilluar sportin e harkut. Pra të rinjt, kryesisht fëmijët, i mësojnë më shpejt aftësitë dhe arrin rezultate më të larta. Si ndodh kjo? Ndodh nga dëshira e mirë që kanë, nga vetë fëmijët janë shumë entuziast për sportin përgjithsisht. Edhe kur i tregon sportin e harku ato çuditën dhe thonë, po me kënaqësi të madhe për ta zhvilluar këtë sport dhe fillojnë dhe e praktikojnë dhe mësojnë më shpejt këtë pjesën. Si mund të bëhen pjesë ata fëmijë ose të moshave të tjera që duan ta praktikojnë sportin e harkut? Ne në përgjithsisht në Shqipëri kemi hapur skuadrat tona edhe ku çdo i të interesuar, si për shembull në qytete të ndryshme në Tiranë, në Elbasan, në Korçë dhe kudo në vende të tjera të Durrës, mund ta praktikojnë, mund të adresohen tek klubet e qytetit dhe mund të adresohen me trajnerë që janë praktikisht atje që punojnë për sportin e harkut dhe mund të regjistrohen shumë lehtë. Dhe mund ta praktikojnë se kanë sallat, bazë materiale që i kanë mësuar çdo gjë. Cili është kampioni i sportit të harkut më i talentuar për momentin në Shqipëri? Kemi një djalë që quhet Mateo, është 15 vjeç, ka garuar në moshën 15 vjeçar. Është Mateo që ne kemi sot këtu? Po. Mateo Asalla. Ai është në moshën e vet, ka garuar me disë shkollave, ka garuar gjithashtu me disë kampionate kombëtare të moshave, dhe ka dalë kampion në këtë rast. Edhe është një ndër talentet më të reja për qytetin tonë, për Shqipërinë. Gjithashtu kemi një vajzë të re që është Aksa Balliu, tek të rit, ka dalë kampion tek disiplina recurve për vajza. Për të rritur pastaj kemi gjithashtu dhe të tjerë sportistë të tjerë që janë nga Tirana, nga Durrësi, nga Elbasani që kanë marrë pjesë, janë kampion që sot aktualisht nuk janë, por kur të jepet mundësia në aktivitetet kombëtare, nëse keni dëshirë na bashkoheni të merrni intervistë, mund t'i gjeni të kampion shumë lehtë dhe t'i merrni intervistë. Po sa i përket gjinisë, cilët janë më të talentuar dhe sportistë më të mirë në qitjen me hark, vajzat apo djemt? Faktikisht, çuditërisht ky sport ka tërhequr më shumë vajzat se sa meshkujt. Është një sport, do themi, që ka më shumë garues ose sportistë nga ana e vajzave.
Kjo është një gjë pozitive që dhe vajzat interesohen, marrin pjesë në garat sportive të qytetit me hark. Kemi edhe shumë kampionë nga Elbasani, një vajzë e rritur kategoria senior, të disiplina barbell. Gjithashtu s'është tek ne faktikisht, por mund ta gjejmë një ditë tjetër kur kemi një aktivitet kombëtar këtë pjesa servitore. Si e shikoni të ardhmen e këtij sporti në Shqipëri, ndoshta sa i përket edhe garave ndërkombëtare, kur mendoni se do t'i kaloj kufit? Sporti i harkut, themi aktualisht është një sport i ri dhe sot jemi tek liçeni i Tiranës për të promovuar sportin e harkut dhe themi që është një sport i ri, por duhem në shumë mënyra ta promovojmë tek mediat, tek klubet, tek pushtetit lokal. Ky sport mund të përhapet shumë më herë më shpejt se sa mund ta mendojmë. Por jemi në hapat e para dhe po presim që të zhvillohet dhe po bëjmë maksimumin ton që ky sport të zhvillohet sa më shumë. Bruno, unë falenderoj shumë dhe uroj që sportistët e qytetës me hark të arrijnë sa më lart dhe të përfaqësojnë Shqipërinë sa më larg.